Përshëndetje të nderuar shikues. Mazlum Baraleu është mysafiri në nisatëm në Fakt Plus, me cilin do të flasim për vendimin e listës serbe për të dërguar një kushtetuese ligjin për Trepçën, si dhe për disa çështje të cilat kanë të bëjnë me çështje kushtetuese. Mirë se vini zoti Baraleu. Po nisim bisedën me lajmin i cili sot realisht ka ndodhur që lista serbe ka dërguar një kushtetuese ligjin për Trepçën. Domethënë, si e keni parë një vendim të tillë dhe sa ka bazë ky vendim? Në radhë parë, si një drejtë elementare edhe qytetare, po edhe politike, e një subjekti politik i cili është në fakt subjekt parlamentar dhe i cili është, flas për listën serbe pra, i cili është si subjekt pjesë e koalicionit qeverisës, ka konsideruar se është cënuar në një mënyrë apo në një tjetër me këtë ligj do një drejtë e tyre dhe mendoj se asgjë nuk ka delegjitimin aty, për më tepër mendoj se është një lloj i legjitimimit të institucioneve tona, të cilat përndryshe në situata të caktuara, po ky grup parlamentar, respektivisht po kjo listë, respektivisht ky subjekt politik, dinë edhe të mos i respektoj institucionet dhe të mos i njoh institucionet e Republikës Kosovës. Pra është një e drejtë e tyre dhe është një hap ndoshta të cilin ata kanë konsideruar si të nevojshëm dhe domosdoshëm, po që krahas pretendimeve të tyre për të realizuar drejtën e cunguar sipas tyre ose të cënuar, është edhe një akt dhe veprim, do të thosha, i njohjes institucioneve të Republikës Kosovës. Po, ndërkohë dëshironi të vlerësoni nëse ka bazë ky vendim i listës serbe, a do ta marrë për bazë kushtetuesja, sepse në bisedën paraprakë që patëm nuk deshet të përjudikoni vendimin e gjykatës kushtetuese. Po pikrisht edhe tani nuk është në rregull që askush dhe ason pavarësisht bindjeve dhe pavarësisht dispozitave të kushtetutës dhe të ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës që të prejudikojmë, pra të paragjykojmë vendimet e një institucioni për më tepër të gjykatës kushtetuese, për arsye se është drejtë ekskluzive e saj dhe kompetencë që të vendosi në frymën e dispozitave të kushtetutës, ligjit për gjykatën kushtetuese dhe rregullores së punës së kësaj gjykate, dhe nuk do të ishte mirë që të paragjykojmë, por në funksion të pyetjes suaj, ndoshta do të mund të thoshim që pikërisht çështja e cila është objekt i pakënaqësisë dhe i parashtrimit në parashtresën e këtij grupi parlamentar në këtë gjykatë është çështja e pronësisë së Trepçës, për cilën ata konsiderojnë se është bërë pa drejtë, dhe megjithatë në dispozitat e kushtetutës në fuqi të Republikës së Kosovës është parapar qartë e qiltër se gjitha pronat, pra pa tundura dhe tundra që gjenden në territorin e Republikës Kosovës i takojnë po kësaj republike, institucioneve të saj. Kështu që është një çështje e qartë, por se si do të vendosë gjykata kushtetuese nuk e dim, për më tepër këtu, për arsye se kemi pra dhe dimenzionin e të drejtave dhe lirive të njerëzit, pra të drejtave ekonomike në këtë rast, të cilat mund të pretendohet në atë shkresë, dhe nuk e kemi pas shkresën për ta analizuar dhe për ta komentuar, por supozohet se edhe ky komponent është futur në këtë parashtesë, për arsye se ata mund të konsiderojnë në përputhje me dispozitat e kushtetutës sonë që janë cënuar të drejtat e tyre ekonomike, dhe nëse kjo kështu qëndron atëherë gjykata kushtetuese duhet ta ketë parasysh edhe këtë segment, por se si do të vendosë nuk na takon neve që ta paragjykojmë. Pas dërgimit të kësaj lande kushtetuese, shefi i kësaj liste Slavko Kostimiç deklaroi se presidenti thotë që nuk mund ta nënshkruajë këtë ligj, pasi duhet pritet verdikti i gjykatës kushtetuese. Si një çështje kushtetuese, cila është e vërteta, mund ta nënshkruajë gjatë kësaj kohe presidenti thotë, apo duhet pritet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese? Gjithsesi që duhet pritur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese edhe për arsye tjera të natyrës në radhë parë, pra qytetare dhe natyrës serioze juridike dhe politike që mund të ketë kjo çështje e shtruar për të trajtuar në gjykatën kushtetuese nga një antar i koalicionit, ndaj të cilit pikrisht edhe qeveria, edhe parlamenti, veçanërisht zoti Thaçi si nënshkrues, bashkënënshkrues i marrëveshjes me listën serbe në kohën e formimit të qeverisë, duke qenë ai nënkryetari i asaj qeverie, kanë obligime të paktën etike dhe morale, po edhe politike, dhe do të ishte mirë që të pritej dhe do duhej pritur epilogu i kësaj çështjeje në gjykatën kushtetuese, për më tepër kur afatet nuk janë të gjata, janë afatet mjaft shkurtra dhe do duhej që të trajtojë çështja, sepse kjo çështje për më tepër mund të trajtohet edhe më shkurt se sa zakonisht, për arsye se nëse
Gjykata kushtetuese konsideron që kërkesa, gjithsesi parashtresa, është e papranueshme, e pabazuar, ajo shumë shpejt mund vendosë, duke caktuar natyrisht një gjyqtar raportues, të vendosë që kërkesa është e papranueshme. Dhe atëherë nuk ka nevojë për ndonjë fazë tjetër të vendimarrjes dhe mund të bëhet shpejt. Prandaj, gjithsesi, po përfundoj në përgjigjen time, do duhej që të pritej kjo çështje, të marrë epilogun e duhur në gjykatën kushtetuese dhe pastaj eventualisht të procedohet më të tjetër. Në anën tjetër kemi një limit i cili i kundërvihet kësaj hipoteze dhe teze, si themi, apo pikpame, është afati ligjor 2 nëntor, pas të cilit në fakt në datën e saktë 2 nëntorit hyn në fuqi afati i likuidimit të Trepçës nga ana e Agjencisë së Privatizimit dhe këtu kemi një kontradikcio, themi në ndresi in adjecto, që do duhej të harmonizohen këtë çështje, pra më e mira do të ishte që gjykata kushtetuese më njëherë të reagoj, ka mundësi dhe ka afat në këtë çështje, nuk është çështje e vështirë për ta trajtuar me dojun, pra është një çështje që nuk don shumë se janë gjëra të qarta, mund dhe kohë, në mënyrë që të trajtohet çështja, të zihet afati dhe të nënshkruaj të kryej obligimet edhe presidenti. Shpëtaj likuidimit pasi pikërisht për atë. Me 2 nëntor, nëse nuk ndodh kjo dhe nëse priten afatet, pra kemi një cajtnot i cili është mjaft i komplikuar, por duhet pasur parasysh 2 anët e medaljes, të çështjes, në mënyrë që të respektohen afatet, respektohen të drejtat e atyre që kanë parashtruar dhe çështja të marrë një epilog, por edhe të mos kalohet afati i datës 2 nëntor, për arsye se atëherë, nëse nuk nënshkruhet deri atëherë dhe nuk hyn fuqi, sigurisht që mund të ketë komplikime tjera dhe në fakt bëhet i pa vlerë, i pa objekt ligje dhe s'është çudi që pikërisht edhe në këtë cak ka mund të llogarisë Lisa Serbe për ta bërë këtë parashtresi që ka bërë. Po, ndërkohë, më njëherë pas miratimit e këtij projekt ligji në dy lexime, Lisa Serbe ka vendosur të poshajë ose të ngrijë aktivitetin e kuadër të kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës. Si e keni parë një vendim të tillë? Por përsëri, po them që është e drejtë një subjekti politik, mirë po Lisa Serbe do duhet ishte më konstruktive, din gjithë qytetarët, din edhe zyrtarët dhe pushtetarët që kjo listë është konstruktuar nga qeveria serbe, nga Beogradi dhe teledirigjohet nga andej. Pra është një subjekt politik i cili ka dalë si produkt i bisedave, dialogut në Bruksel dhe nuk është shumë e disponuar miqësisht ndaj të arriturave dhe proceseve konsoliduese shtet formuese dhe shtet forcuese të Kosovës. Prandaj, duke ditur këtë fakt, s'është çudi që thjesht ata mund të vazhdojnë me këtë, që është një akt gjithsesi i dëmshëm dhe destruktiv, do të thosha, për arsye se vetëm me pëlqimin e tyre kanë hyrë në këtë koalicion dhe do duhet të rregullonin çështjet brenda koalicionit. Ngrirje në kuadër të... Jo, pikërisht e desha them ky veprim si ngrirje, siç kanë thënë ata, të gjitha pozitave të tyre, funksioneve dhe operacioneve, primeve që i bëjnë kuvend dhe në qeveri nuk e njeh kushtetuta, nuk është kategori kushtetuese, por është e drejtë e tyre, por këtë nuk mund ta bëjnë në pa kufi. Ata mundën mas së largut 6 muaj nga dita kur i kanë ngrinë, siç thonë ata. Pra kur kanë pushuar se vepruar aktivisht në institucionet legjislative dhe në komisione dhe në parlament dhe në atë ekzekutiv, që të vazhdojnë. Nëse një ditë kalon më tepër se 6 muaj, atëherë ju pushon mandati këtyre deputetëve të kësaj liste, të këtij subjekti dhe do duhet të zëvendësohen me të tjerët. Me që mund të jetë vendimi politik që të mos zëvendësohet, atëherë thjesht ju pushon, por ky do të ishte një argument tjetër që të reflektojë kjo qeveri dhe ky koalicion që me antarët e koalicionit, kushdo qofshin ata, të veprohet me përgjegjësi, me kohë dhe me efektet të caktuara, duke llogaritur pra dhe efektet negative, sepse po dhe respekti ndaj tyre, sepse mund të ketë pasoja siç janë këto pasoja, këto nuk janë veprime të as të drejta as korrekte të Lisës Serbe, po janë të dëmshme për koalicionin dhe koalicioni do duhet madje të reflektojë që ndoshta një antar i koalicionit mjaft i rëndësishëm me 9-10 deputet, siç është Lista Serbe, është faktor i rëndësishëm, por edhe do të thosha indikator për të menduar se ndoshta do duhet shkuar në zgjedhjet e reja të parakohshme për ta legjitimuar vetveten ky koalicion dhe për të argumentuar para votuesve se ata kanë të drejtë. Ngrirja pozicioneve të Listës Serbe, zoti Barleo? Po nëse do të kishte reflektim nga kjo qeveri dhe ky koalicion, patjetër se do duhet, po them, që të mendojnë mirë se ky nuk është një goditje, do të thosha, ose veprim i vogël, është një subjekt i rëndësishëm, për më tepër në bazë të kushtetutës
bile dhe vendimtar, do thosha vetë kanë faktorizuar, sepse edhe plani Ahtisarit, po edhe bisedat në Bruksel veçanërisht, sepse ka krijuar një monolitizëm të subjekteve, të këtij subjekti, duke i përfshirë gjitha subjektet e mëparshme, të cilat ishin lojale, partitë politike flas sërbet, që më parë ishin lojale dhe ishin të integruar në institucione. Këta i lanë anash ato dhe u pajtuan me listën sërbe, cila është teledirigjuar si është nga Beogradi, dhe do duhet pasur parasysh që ka nevojë për një legjitimim edhe ky fenomen, edhe kjo ngrirje, po edhe opozita që e bëri. Pasi edhe vitin e kaluar, lista sërbe pas shkarkimit të ish-ministrit Jablanović pa të vendosur të ngrijë pozicionet e tyre. Po, pikrisht ashtu dhe prandaj thash shumë që... A mund të tolerohet një veprim nga ana kryeministit Mustafa kur një partner për të dytën herë radhazi brenda një kohe të shkurtë i ngrin pozicionet? Po, duhet toleruar sepse kanë pranuar që në kushte dhe kriteret caktuara të bëjnë marrëveshje. Një marrëveshje ekziston e koalicionit midis kësaj qeverie dhe kryeministit në relacion me listën sërbe. Krahas koalicionit tjetër, gjithsesi antarit të koalicionit siç është PDK, LDK. Prandaj duhet të llogaritur në këtë. Thash më parë, fatkeqësisht, lista sërbe, sikurse edhe Beogradi zyrtar, kanë veprime të caktuara, qëllimet e tyre politike dhe ato nuk janë gjithherë dashamirëse ndaj Kosovës, por janë destruktive. Me që e dinë këtë punë, ata duhet të llogarisin dhe të kalkulojnë me këtë, prandaj duhet të jenë të gatshëm që edhe pa këtë, sepse ka mundësi edhe pa këta të funksionojë qeveria mirë, po derisa pranojnë me diken të hyjnë në koalicion, janë disa obligime edhe në kushtetut në Republikës Kosovës duhet jenë korekt, kushdo qofshin ata, sepse fundit dëshëm ne duhet të respektuar këta qytetarë dhe këtë listë, sepse ata janë qytetarë të Kosovës. Pavarësisht që mund të objektivizohen kërkesat e tyre nga teledirigimi që i bëhet nga Beogradi. Sidoqoftë, antarët e koalicionit, veçanërisht kryeministri dhe qeveria, përkatëse me dy antarët e koalicionit, mendoj antarët më të fuqishëm, PDK, LDK, do duhej që të diskutonin më parë për çdo gjë dhe ta respektonin edhe mendimin e këtij antarit koalicionit që të mos vinin deri te këto ngrirje dhe këto veprime që janë me pasoja të mëdha dhe duhet respektuar për më tepër se e kanë faktorizuar vetë, siç thash, sepse pa listën sërbe nuk mund të bëhet as FSK-ja ushtri dhe as ligjet me interes vital, si thuhet në kushtetut, nuk mund të miratohen dhe shumë çështje tjera të rëndësishme, as demarkacioni edhe të tjera, nuk mund të miratohen pa pëlqimin gjithësisht konsensusin me këtë faktor që quhet lista sërbe. Po, ndërkohë flasim për një temë tjetër, presidenti i vendit zoti Hashim Thaçi ditë më parë në një konferencë për media bëri të ditur se tashmë i ka nisur 4 letra në drejtim të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Si e keni parë një vendim të tillë? Sigurisht që çdo veprim në frymën e kompetencave të presidentit dhe presidencës do duhej përshëndetur kur ka për objektiv luftimin gjithësisht inicimin e fenomeneve të ndryshme negative, në këtë rast luftimi edhe i korrupsionit, edhe aktivizimi i potencialeve dhe përgjegjësive që duhet ketë kjo qeveri. A hem kjo në presidentit? Po, sigurisht se si president i vendit ka për detyrë që të kujdeset për funksionimin e institucioneve, për unitetin e qytetarëve, për disponimin e tyre, e ne dim që njëra prej plagëve më të rëndësishme të këtij vendi dhe të njerëzve të këtij vendi pra është pikërisht problemi i pagjeturve. Dhe natyrisht që kjo nuk është themi kështu proceduar dhe nuk është bërë sa duhet, deri më tash as nga institucionet tona dhe as nga Beogradi, as nga Brukseli si ndërmjetësues, dhe është e mirë se ardha ajo dhe natyrisht edhe sundimi i ligjit dhe sundimi së drejtës që janë po ashtu një plagë tjetër ose disa plagë të tjera të cilat e kanë kapluar këtë vend dhe institucionet disa ose segmente, jo të gjitha, sepse ka sigurisht institucionet tona dhe njerëz ndershëm, përkushtuar dhe përgjegjshëm, por aty ku nuk funksionon, ku çalon, në ato segmente do duhet që edhe iniciativat e presidentit ndihmojnë, po për këtë punë janë ato institucionet e pavarura. Për shembull, është Këshilli Gjyqësor, është Këshilli Prokurorial dhe janë Ministria e Drejtësisë që të ndihmojë të procedojë përmes qeverisë pa u përzierë në gjyqësor dhe në drejtësi. Nuk bëhet fjalë për interferim në... Jo, nuk është, unë mendoj kur fare interferimi, për arsye se është një iniciativë. Një kërkesë që... Po ka mundur ta bëj presidenti këtë iniciativë më herët në kohën kur ishte kryeministër. Sigurisht që është dashur ta bëj dhe jo vetëm ta bëj kërkesën. Dhe krimet janë të vjetra, nuk është... Pajtohem plotësisht, është dashur jo vetëm ta bëj si kërkesë, po ta ndërtoj në realitet, në aksion, në veprim konkret, efikas, pra në themi avancimin e gjyqësorit në kuptimin e përgatitjes për të luftuar që në fillim, në kohën kur ka qenë me unë mikun, pas unë mikut, me Euleksin, ICT-net e tjera që kanë qenë ICO-ja, më fani desha them,
që kanë qenë institucione ndërkombëtare ndihmëse të institucioneve tona, por nuk është bërë. Mirë, po ma mirë është vonë se kur. Nuk është asnjëherë vonë nëse diçka ndërmerret pozitivisht, por sidoqoftë që ka mund ta bëjë dhe e ka pas për detyrë si udhëheqësi i ekzekutivit në 2 mandate, pra bashkë me kabinetet përkatëse dikasterës, siç është Ministria e Drejtësisë, bashkë me koordinimin, sepse sistemi 3 shtyllësh i pushtetit, i kontrollit dhe i balansimit nënkupton që edhe të kërkohet përgjegjësi, jo të interferohet në gjyqësor. Pra, ekzekutivi ka të drejtë kërkoj përgjegjësi, ka pas të drejtë kërkoj si kryeministër, sa ka bërë është çështje që e din ai më së miri dhe rezultatet tregojnë që sigurisht ka shumë çka dhe ka pasur për dëshiruar më tepër. Por sidoqoftë nuk është vonë asnjëherë që të fillojnë iniciativa të mira dhe të adresohen kërkesat të caktuara ndaj organeve, në këtë rast prokurorisë dhe gjykatave, dhe siç dihet, menjëherë ka reaguar prokurori i shtetit, por që është një gest pozitiv, mendoj unë, dhe do duhej të shndrohej reagimi në veprime konkrete në mënyrë që ajo thember akili që mbretëron në gjyqësor dhe në organet e drejtësisë përgjithsisht nga ndjekja deri te gjykimi, do duhej të avancojë, do duhet të ndryshojë kualitativisht dhe cilësisht në mënyrë që të ketë një standard më të mirë të përmbushjes së kërkesave, të cilat janë edhe kërkesa për liberalizimin e vizave. Po harrojnë këta eksponent tanë të qeverisë ta përmend ose anashkalojnë pa qëllim ose me qëllim njërin prej kritereve kryesore që është sundimi i ligjit dhe që është kriteri i Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave, ndërkaq që përmendin vetëm demarkacionin. Më shumë se demarkacioni është edhe ky fakt dhe fundit përfaqësuesit evropianë kanë përmendur edhe këto ditë në Kosovë se është kusht i pakalueshëm dhe ne e dimë si qytetarë se vërtet do duhet bërë diçka shumë më tepër dhe serioze në tejkalimin e gjendjes sundimit të ligjit, e cila gjendje është gjithsesi zhgënjyese dhe nuk është as pak afirmative dhe pozitive dhe mjaftuar. Faleminderit shumë zoti Baraleu që ishte te Fakt Plus. Lutem, ndershofsh.